Ka qenë një kalvar i gjatë vuajtjesh për Rebekën pa diskutim, por edhe për ju familjarisht. I kujton ato vite, sepse ne sot po mundohemi që t'i japim rëndësi kujtimit të Rebekës, edhe çfarë ka jetuar akoma edhe sot nga Rebeka tek ty, por dua të flasim pak edhe për ju, si e keni përjetuar si familjarisht këtë dhimbje. Tragjedit si kjo, disa familje i shkatrojnë e disa i forcojnë ma shumë. Familja jonë është rudimentu. Familje jemi veçun e Devora. Edhe i dalim njëna tjetër, s'mjaftush. Dhe qofsh që gjithmonë, gjithë jetën, krah njëra tjetrës. Ti për atë dhe ajo për ty. Shumë. Dua të mbetemi pak tek muaji mars, edhe unë kam shumë të vështirë të prek dhe të kujtoj këtë dhimbje. Uroj që asnjë nën mos përballet, por jeta kështu e dashka. Në këtë mars, si do ta kujtosh Rebekën? Ashtu se si që kujtoj çdo ditë, kom pas qef se Rebeka është e varosur në Austri. Kom pas qef me shku me vizitu, edhe se mi u thonë shumë drejt, atje ku trupi saj apo qëndron, unë nuk ndjen emocion. Nuk ndjen emocion? Në që thatë kom pas që, ja, kur fare, nuk e ndijt pranin e saj atje. Ke arritur ta kuptosh pse, Geraldine? Ja. Ku do që jam, ma shumë e ndij pranin e saj se aty ku... Edhe kom pas qef me shku të ajo, po për shkak të disa obligimeve që e kam, është e mundën që vizitën në vrinë me shty për një datë, ndoshta kur moti është pak ma i mirë. E ma interesume me ashenju ditëlindjen, se sa vitën ku... Po, është e vërtet, edhe në fakt Rebeka ka ndruar jetë në 18 mars është regjistruar, dhe në 21 mars ajo ka pasur ditëlindjen. Dhe ti për çdo ditëlindje të Rebekës ke një ritual tëndin. Mbjell një pemë për ta kujtuar. Një ose ma shumë. Po e di sepse e ke kthyer në kaos këtë në Kosovë. Po pse mbjell një pemë, Geraldine? Thjesht për të ndihmu ambientit, dhe pemë të mbjellin në kryesisht ose te shkollat ku ajo ka frekuentu, ose në lagjen ku në jetoj, në mënyrë që sartë kaloj dhe të ndjerën e blinit, të më kujtojt ajo. Po e mendoja nga që pema ka të bëjë si me rifillim, me një jetë më shumë. Pa tjetër. Si simbolik mund të qëndroj pak edhe me ato që kalon pas Rebeka. Tek ju. Po ritual tjetër bëni? Veç kësaj për shembull the pak më herët që data 17-18 është shumë e rëndë për ty starë që vjen. Është e rëndë. Çfarë bën ato ditë zakonisht? Angazhohen sa më shumë për me kalu dita më shpejt. Angazhohesh për të mos rënë në kontakt? Jo për mos rënë në kontakt, jo, po unë të thash lëtë më kam tha, unë po përdori lëtë artificial. Kom edhe mekanizma për të mbrojt vetën prej dhimbjes të prume. Unë në Rebekën e kujtoj çdo ditë, jo vetëm ditë që shënojnë. Që ata po janë më të rënda. Këtë do të pyesja që me sa shikoj, vuajtja është përndarë dhe në ditë tjera, nuk është se është ka kulmin ose e përqendruar vetëm në ditën e humbjes. E vërtet. Vërtet. Dhimbja pe nënës e cila ka humbë shtëpinë, po mendoj po pozicion ose të kohë ose afat. E prek edhe pak më herët në fakt që ka ndryshuar rendi, një nën ose një prind nuk e pret kurrë që fëmia ta kalon. Nuk është e natyrshme, është kundër ligjeve të natyrës.